Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Jemi sërish në emisionin Fokusi Politik i Javës në televizionin 77news.al. Sot kemi të ftuar kryetarin e Partisë Lëvizja Shqipëria e Re, zotin Edmond Vllashaj. Atëherë zoti Vllashaj, mirë se erdhët në studion e emisionit tonë. Do doja që sot në intervistën tonë të fokusoheshim tek alternativat e reja politike në zgjedhjet e 23 qershorit. Ka shumë parti që kandidojnë për herë të parë, ashtu si partia juaj. Por ka shumë parti që drejtohen nga njerëz që njihen publikisht, kanë qenë në pozicione drejtuese, kanë mbajtur pozicione drejtuese në pushtet dhe në shtet. Si konsideroni ju këto parti të reja dhe alternativë? A kanë ata alternativa politike në këto zgjedhje? Ne faktikisht gjatë gjithë kohës që jemi të angazhuar në aktivitetin tonë publik, komunikimit me njerëzit, me popullin edhe me publikun po ashtu, jemi të fokusuar te alternativa jonë, te ajo çfarë ne duam të përcjellim si risi në jetën publike dhe politike të vendit, si një kontribut edhe në jetën sociale dhe ekonomike të vendit, me idetë tona dhe me qasjen tonë të re, po njëkohësisht në fakt, edhe gjatë kësaj kohe, edhe tani në fushatën zgjedhore jemi të ndjeshëm për sa i përket gjithë hartës së territorit politik në Republikën e Shqipërisë, në fushatë dhe jashtë fushatës, jemi të ndjeshëm edhe të kujdesshëm për të njohur çdo pëllëm të këtij territori politik në shtetin tonë, Republikën e Shqipërisë, edhe shohim me shumë vëmendje se çfarë ne kemi përballë apo përkrah, çfarë kemi përballë si alternativa pikës pari, sepse ne pikës pari na interesojnë idetë dhe alternativat, pastaj çfarë ne kemi përpara si individ apo si potencial të mundshëm politik, social, e po ashtu edhe si individ me karakteristika të caktuara. Çfarë ne kemi në këtë, çfarë na del si deduksion këtë lexim territorit politik të Republikës së Shqipërisë? Kemi përballë shumë njerëz, shumë individ, të cilët mund të karakterizohen me një fjalë të vogël, të shkurtër, që thuhet ish. Kemi ish kryetar komunash, ish kryetar bashkish, ish deputet, ish drejtora drejtorish, ish ministra, ish zëvendës ministra. Kemi ish nën kryetarit të Këshillit të Lartë të padrejtësisë, jo drejtësisë, sepse drejtësisë është në teori, por padrejtësisë është realisht çfarë ajo ka ndodhur në kohë kur këto ishin me të vërtetë nën kryetar apo kryetarët të Këshillit të Lartë të padrejtësisë. Pra, i kemi këto ish përballë, edhe faktikisht për neve është një avantazh i jashtëzakonshëm të përballemi idetë apo alternativat që janë aktuale, edhe tingëllojnë jo vetëm interesante, po domosdoshme për këtë kohë kur ne jetojmë, e që besojmë se ne përfaqësojmë këto alternativa që janë aktuale dhe domosdoshme si zgjidhje të problematikave që shqetësojnë njerëzit në këtë kohë. Ndërsa përballë kemi këto ish me historitë e tyre të mbushura me ngarkesë negative që kanë lidhje me një jetë me vese, me korrupsion, me pandershmëri dhe papërgjegjshmëri, të ngarkuar si vija e tyre bashkë me historinë e institucioneve që ata kanë drejtuar, plot e për plot me problematika të jashtëzakonshme në komunikim me publikun, problematika të jashtëzakonshme në lidhje me misionin e tyre për të ofruar shërbime dobishme qytetarëve dhe njerëzve në përgjithësi në gjithë Shqipërinë, me problematikat që kanë lidhje mirëfilli edhe me korrupsionin galopant që kanë pas këto institucione kur këto ish i kanë drejtuar. Duke pas këto ish përballë, ne jemi të fortë, të fuqishëm përballë këtyre, me alternativën tonë e cila tingëllon aktuale, po me gjithë qënjen edhe qasjen tonë aktuale, pa asnjë farë ngarkeset negative sikurse këto ish i kanë, po gjithçka e lidhur në CV-n tonë me mund edhe me djerës, me serifica, me ndershmëri, me përgjegjshmëri të faktuar me veprime të cilat janë edhe publike deri tani. Në listën e kandidatëve tanë ka njerëz që janë pedagog të ri, janë djem të ri, vajza të reja, janë profesionista, janë gazetar, publicist, sipërmarrës, profesionist, njerëz thjesht,
punojës thjesht, shofer, përfaqësues edhe shtresa të tjera të popullsisë apo të profesioneve e të karakteristikave të tjera të grupeve të ndryshme të popullsisë, por nuk kanë me vete apo mbi vete asnjë gjë që lidhet me fjalën ish. Ata janë aktual, kanë qenë gjatë gjithë kohës aktual, edhe tingojnë aktual edhe me qenien e tyre, edhe me biografinë e tyre, me CV-n e tyre, po edhe me idetë dhe alternativat e tyre, të cilat ide përbëjnë edhe shumatorën e ideve që futen edhe dokumentohen edhe materializohen në platformën tonë politike, me 7 pikat kryesore politike dhe me 12 sunimet, e po ashtu edhe në programin tonë politik, i cili besojmë se do jetë një program që do të jetë një linjë apo një shtyllë mbi cilën do të vendoset edhe qeverisja e vendit, jo vetëm këto 4 vite, po besoj edhe në 10 vite të ardhshme. Gjithë qasja jonë është për të krijuar hapësirën te mendja e njerëzve, te zemra e njerëzve për një qeverisje të re, për projektin e Shqipërisë së re, që duhet filloj që me 23 qershor 2013 e të zgjas minimalisht në etapën e parë deri në vitin 2023 për 10 vite me radhë. Po, ju kuptoj, ju e prekët pak a shumë çështjen e alternativave dhe ndryshimin që ka partia juaj me këto parti të reja të drejtuar nga njerëz që vinë nga disa modele qeverisje që janë modele që nuk janë për të lavdëruar të themi të drejtën, sepse kanë bëjnë drejt për drejt me institucionet e drejtësisë që prekin qytetarin drejt për drejt. Por do doja të thelloheshim te kjo pyetje. Ku ndryshon alternativa juaj me alternativat e këtyre partive të reja që janë kundërshtare ose garuse në zgjedhjet e 23 qershorit? Ne synojmë ndërtimin e një sistemi të ri i cili përfshin maksimalisht publikun në vendimmarrje, përfshin maksimalisht publikun në verifikueshmërinë e gjithë punës administratës publike dhe shtetërore, përfshin publikun në çdo lloj iniciative për të përmirësuar jetën ekonomike të njerëzve, kryesisht duke sobësuar monopolet dhe duke masivizuar gjitha ato drejtime apo pushtete ekonomike, duke i shpërndarë ato në popull dhe sa më shumë në mënyrë proporcionale te njerëzit e thjeshtë, duke synuar investimet e qeverisë në projekte të vogla, të cilat prodhojnë maksimalisht vende pune, vende të reja pune, dhe duke eliminuar sa më shumë të mundur investimet në projekte shumë të mëdha, të cilat ndoshta mund të kenë një ndikim shumë afatgjat, po tani ne kemi nevojë për një ndikim pozitiv, direkt dhe afatshkurtër të sa më shumë njerëz, të sa më shumë persona, të mijëra, qindra mijëra shqiptar, të cilët do të përfitojnë edhe vendet e reja të punës, po do përfitojnë për gjithë këtyre investimeve financiare dhe flukseve financiare në projekte të vogla, edhe në rritjen e mirëqenies së tyre. Krahas kësaj, ne synojmë që ta përfshijmë publikun sa më shumë edhe në gjithë ato sisteme të cilat sistemet e organizimit të administratës publike dhe shtetërore, të cilat deri tani janë menduar si të paprekshme apo të paarritshme për njerëzit e thjeshtë apo për masën e publikut. Në sistemi i drejtësisë, i cili ka nevojë për një reformë thellë, ku të përfshihet publiku, sidomos te juritë popullore, po edhe te verifikueshmëria dhe qasja e publikut në çdo lloj informacioni dhe në çdo lloj procesi gjyqësor apo në çdo lloj aktiviteti që ushtrohet në sistemin e drejtësisë, në mënyrë që ne të kemi sa më shumë informacion edhe në mënyrë që puna e gjykatësve, prokurorëve, hetuesve apo njerëzve të tjerë që janë përfshirë në këtë sistem të jetë sa më shumë transparente, sa më shumë publike dhe sa më shumë e verifikueshme. Po ashtu do të kishim pas interes që edhe ministrit, edhe bashkitë, edhe sistemi shëndetësor, edhe sistemi edukativ arsimor të jetë i përfshirë në gjithë këtë mas reformash që përfshin publikun, përfshin totalisht publikun. Ne kemi disa eksperienca pozitive në vendet më zhvilluara perëndimore, po ashtu në vendet përreth, ku publiku, duke qenë i përfshirë, prodhon më shumë dobi, prodhon më shumë rezultate, prodhon pikë pari më shumë transparencë dhe më shumë verifikueshmëri. Shkollat që drejtohen për i bordeve të komunitetit prindërve, spitalet që drejtohen për i bordeve të komunitetit të njerëzve që janë të interesuar për atë spital, për atë zonë atje, po ashtu dhe institucionet tjera që të jenë sa më shumë të përfshira në drejtim njerëzit edhe publiku nëpërmjet bordeve përfaqësuese apo bordeve qytetare. E kuptoj. Ju zoti Vlasha i fokusoni shumë te publiku dhe te roli që duhet ketë ai në qeverisjen e vendit.
Ka dhe një perceptim publik që vota 23 qershori do ta ndryshojë situatën dhe do ndryshojë dhe perceptimin e publikut për politikën. Si mendoni se do jetë vota 23 qershori? Do shkojë ajo përsëri në partitë tradicionale siç është votuar deri më sot, apo partitë e reja, siç është partia juaj, do të krijojë impakt tek publiku dhe do fitojë vëmendjen e tij dhe votën pastaj? Në gjitha sondazhet që po bëhen deri tani, kemi një rezultat të tillë pak a shumë që kemi një masë besnike e të majtës që shkojnë deri në 30% mesatarja e ponderuar, pastaj mund të variojë prej 25 deri në 35%. Kemi edhe një masë e elektoratit e cila është besnike, po quajmë, e djathtë e Partisë Demokratike që shkon mesatarja e ponderuar në 30%, po 25 deri në 35% mund ta quajmë. Masa që është në mes janë masa njerëzve të pavendosur, të lëkundur apo të pakënaqur. Edhe varion të rreth 40%. Pra nëse ne marrim një llogaritje, ky 40% është më i madh se çdo masë prej këtyre dyjave që janë besnike, po e quajmë, apo të palëvizshme. Njerëzit kërkojnë ndryshime, kërkojnë korrigjime, kërkojnë përmirësime, kërkojnë zhvillim të përditshëm, të përhershëm në përmirësimin e situatës. Edhe më mirë se sa Partia Lëvizja Shqipëria e Re këtë aspirat njerëzve për zhvillim përditshëm, për realizimin apo krijimin e hapësirave për ndryshime të cilat shkojnë drejt mirës, jo drejt asaj që njerëzit nuk kanë interes. Më shumë se sa Partia Lëvizja Shqipëria e Re nuk i përfaqëson kërkush këto aspirata, këto nevoja të njerëzve për ndryshim dhe për përmirësim dhe për zhvillim edhe për drejtësi. Njerëzit kanë shumë nevojë për drejtësi, edhe çdo zhvillim i cili bazohet në drejtësi është një zhvillim i qëndrueshëm. Zhvillimet të cilat nuk bazohen mbi drejtësi dhe mbi të vërtetën janë zhvillime të rreshme, janë zhvillime negative, janë zhvillime të cilat çojnë më por se sa që qenë jo më përpara. Unë besoj se vota në 23 qershor do të tregojë këtë lloj prirje të njerëzve, vlerësim të asaj çfarë ka ndodhur në Shqipëri, po njerëzit tashmë kërkojnë më shumë. Kërkojnë më cilësi në drejtimin politik, më cilësi në drejtimin e jetës ekonomike, më cilësi në drejtimin edhe në përshtatjen e një sistemi të vërtet edhe real të kujdesit sociale, po ashtu në përshtatjen e gjitha sistemeve që vënë qendër kujdesin për individin edhe për familjen dhe komunitetin, edhe nuk një sistemi shtetëror edhe qeverisës që nuk u qaset projekte të mëdha thjesht për t'i pas si lajme bombastike në kohë fushatash, po u qaset projekte të vogla për të përmirësuar jetën e përditshme të njerëzve të thjesht, familjeve, të rive, të sipërmarrësve e gjithë qytetarëve në përgjithësi. Po. Edhe duket se ju jeni shumë herë më i sinqert dhe në të drejtën tuaj kur kërkoni votën e qytetarëve, duke sjell një platformë të re dhe një alternativë të re që nuk është vënë kurrë në provë më parë. Ndërkohë që keni përballë partitë të reja që kanë qenë në pushtet, e kanë provuar veten dhe tani kërkojnë sërish votën e qytetarëve. Unë do të thoj se pikë pari prodhimi i kësaj platforme është prova e parë. Sepse deri tani asnjë parti politike si zakon, në fakt, ka 2-3 parë zgjedhje ose më përpara deri tani që nuk kemi asnjë parti politike e cila prezantohet në publik apo në popull me një platformë politike, me një dokument, i cili është një dokument që lidh në kontratë bashkëpunimi personat që kandidojnë me popullin dhe me publikun. Ne tashmë kemi kaluar provën e parë. E kemi pa një dokument, e kemi pa publik, po është shpërndarë në qindra mijëra kopje, deri tani është shpërndarë në 300.000 kopje, përton shpërndahet mund të shkojë deri në 500.000 kopje deri në 23 qershor, në mënyrë të vrrullshme, në mënyrë dinamike, po prokrahet edhe po mirëpritet te njerëzit e thjeshtë edhe te populli në përgjithësi. Prova 2 do të jetë fillimi i realizimit të këtyre pikave të platformës. Dhe ne kërkojmë votën për të pas mundësinë të fillojmë provën e dytë për realizimin e këtyre pikave. Unë besoj se me ndihmën e njerëzve, me besimin e njerëzve, me ndihmën e Zotit do t'ja dalim kryet edhe provës 2. Hap pas hapi, ditë për ditë, po me zhvillim të qëndrueshëm në drejtësi, edhe duke u qasë ditë për ditë çdo lloj problematike në njohjen e saj pikë pari, pastaj edhe në zgjidhje. Kuptoj. Dhe unë shpresoj që do kemi një emision tjetër ku do flasim konkretisht vetëm për platformën dhe synimet e Partisë Lëvizja Shqipëria e Re. Ju falenderoj për bisedën. Të nderuar teleshikues, kishim në emisionin Fokusi Politik i javës zotin Edmond Vlasha, kryetari i Partisë Lëvizja Shqipëria e Re.
Ju mund ta ndiqni në 77news.al, në gazetën e përditshme që shpërndahet 20.000 kopje, 77 News dhe në televizionet lokale në gjithë Shqipërinë, Kosovë dhe Maqedoni. Ju faleminderit.